Kryqi i Kuq, Dega Lushnjë, sot ka organizuar një aktivitet sensibilizues për dhënien e ndihmës së parë në rast të aksidentesh. Stafi i Kryqit të Kuq, Lushnjë dhe aktivistët vullnetar, nxënës shkollash të qytetit, kanë treguar në praktik veprimet që duhen kryer në raste emergjence. Kështu nga kjo praktik kanë përfituar dhe kandidatët për pajisje me dëshmi për drejtimin e mjeteve, të cilët duhet patjetër të marrin njohuri për dhënien e ndihmës së parë. Luiza Petova, përgjegjëse e Kryqit të Kuq, Dega Lushnjë, ka thënë se aktiviteti shërben për sensibilizimin e këtyre veprimeve në raste fatkeqësish dhe aksidentesh. Neve sot jemi me nxënësit e shkollave të mesme të qytetit dhe bëjmë një sensibilizim për dhënien e ndihmës së parë në rast aksidenti. Dhe duke qenë se kemi edhe kursant për patent, neve e kemi bërë këtë opshe. I kemi zgjeruar dhe i kemi bërë bashkë. Këtë neve e bëjmë për të sensibilizuar njerëzit dhe të gjithë popullatën që të kenë njohuri fillestare për dhënien e ndihmës së parë, që është shumë e rëndësishme për çdo person që mund të ketë ndonjë aksident, që mund të ketë ndonjë rënje të fikti ose çfarëdo tjetër që mund të na ndodhi në jetën e përditshme. Nxënësit e shkollave të mesme janë pjesë e përhershme, por gjithmonë ajo është si një varg, sepse vinë nxënësit gjithmonë trajnohen aty çdo vit, pastaj ikin, vinë të rinj, edhe ajo ngelet si një stabël. Edhe janë të trajnuar, por edhe këta sot kursantët e kanë ditën e dytë dhe marrin trajnimin minimal të nevojshëm që duhet.